ti po do më ma hek mu dhamina, thash po, si do ka shumë ashtu të eri. Thash po, moj, tha po të s'ki bre fuqi, bre, o që më ma hek ti mu dhamina. Ne jemi 4 stomatolog, është babi, unë, edhe vllaznit. Vetëm burrin e kam avokat. Tha po, unë si avokat duhet me ju mbrojt juve para ligjit nëse ndodhi shka. Përshëndetje, unë jam doktoresha Nora Goga Demolle, jam stomatologe, jam specialiste ortodonci si dhe mjeke estetiste. Ka dikon rreth 9 vite që kam përfundu fakultetin e stomatologjisë, edhe nështë një 4 vite që kam përfundu specializimin e ortodoncisë. Do me thonë, stomatologjin gjithmonë e kam dashur, nështë se vipe një familje stomatologësh, babi që 37 vite punon si stomatolog, edhe gjithmonë e kam dashur këtë profesion dhe nuk jam pishman asnjëherë që e kam zgjedhë këtë drejtim. Nështë kur jam kanë konkret e vogël, gjithmonë kam dashur më kanë mësuese. Kam lujt me ata ditarët, po mas ne të rrit, nështë atu e vizitu babin shumë shpesh edhe në pushimet verore kër kemi pas, kom ardhe dhe kom punu, kom digmu babit me atë sa kom dit, me atë sa kom ujt, edhe nështë kjo më ka bëha që me dash këtë pjesë. Veli babi u kanë gjithmonë nështë kundër, se nështë unë si femën kam edhe obligime familjare edhe është pak ma vështirë për neve me ja dal, edhe gjithmonë ka thëmë se s'po buash nështë pjesën e edukimet me shku dhe gjithmonë e ke dash. Mirë po jo, edhe prap nuk ka qenë asnjëherë imponus, ka thonë prapë për zgjidhja jote edhe ti vendosë që ka përdojnë me zgjidhë cilin drejtim, edhe vendosa për stomatologji. Fillim normal që ka qenë pak ma stresuese, edhe unë gjithmonë thamë se praktika është gjoja maj mirë që mundet me bu se cili stomatolog, sa do që e den edhe teorinë, se duhet me di gjithsesi edhe teorinë. Mirë po praktika të bënë me pas vetë besim edhe me qenë maj sigur të më punë. Edhe normal, fillimet e tua nuk është se keni najfar praktike që e merë prej fakultetit, është një praktike shkurt. Mirë po, unë gjithmonë i them babit ti ke qenë profesori ma i shtiri, sepse gjitha ta profesorë tjerë kanë qenë shumë atë butë se ti, edhe babi nuk na kalon as me gabu, as njëherë, gjithmonë e kemi pas aty mbi kokë, duke na pa bëje kështu, bëje ashtët. Ndoshta atëherë më ka orë pak ma vështirë, po tash e falenderoj gjithmonë se nuk na kalon me gabu, edhe në momentin kur ti mëson një pjesë mirë, do me thonë një punë me bë mirë, të njëjtën ki me vazhdu. Nëse në fillim me mëson një punë me bu jo që shdohet, ndoshta gabune, të njëjtën ki me vazhdu me atë pjesë. Kështu që më këtë pjesë i kisha falendëru babin që gjithmonë ka qenë. Në ato fillimet e mia, po, nëse diçka kom bo gabin, se gjithmonë çdo hap që e kom bo, e kom pas babin, e kom thiri, kom thonë bab, hajde këqyra e kom bo mirë, se do në vetë, ndoshta nuk jam ashtu një person që nuk ma ndin nëse e bëj një gabim, po du mu kon korekte dhe nuk du me pas gabime. Se cili ka gabime, po jo nashta si gabime trashanike, dhe gjithmonë e kom pyet bab, hajde këtu, bab, hajde shpesh nashta dhe kom lot. Mirë po nuk mundem nashta me cek që një pjesë që me thonë nashta e kom bo një gabim edhe i kom rapi shumë për qa pjesë. Kështu që jo, prandaj edhe gjithmonë e kom pas profesorin. Ka qenë një zotnik pak ma në mosh edhe ka me heq një dham, edhe unë tash po jap anestezionin edhe po du me janë nxjerr dhamin dhe i ka mendu që veçëm anestezioni japon e pastaj nxjerrjen e bën babi, se i shumësu ish pacienti babi, edhe tash po du në pëmarë donat edhe po du me ja hiq dhamin edhe njerë u ndalë edhe punktyr tha ti po do më ma hek mu dhamina, thash po, si do ka shumë ashtu të eri, thash po moj, tha po të s'ki bre fuqi, bre o që më ma hek ti mu dhamin, tash po përprovojna njerë këshën nësë s'mojë të një vazhdojnë babi, edhe i ka qenë shumë i mirë si pacient, edhe në fakt e heqën dhamin me shumë sukses. Masani po, tani sa harkar nuk ka zgjedh mo, gjithmonë nuk ka pyet nëse është doktor Fahiko i lirë, po ka thonë cili do që është s'ka lidhje, se e fitoj vetë atë besimin të unë. Këtu në klinik ne jemi 4 stomatolog, është babi, unë, edhe vllaznit, edhe nga ana e burrit gjithë janë, nuk janë gjithë stomatolog, po janë mjek, ndë lami të ndryshme, vetëm burrin e kam avokat, edhe gjithmonë i kam thonë pse veç ti u veçove, nuk shkove dhe ti në pjesën e mjekësisë, atëherë tha po unë si avokat duhet me ju mbrojt juve para ligjit nëse ndodhi shka. Kështu që po i kemi edhe mbrojtëse. Po krejt. Po mirë është, edhe pse klinika është e madhe, se cili e kemi klinikën tonë, pacienta tonë, edhe normal që me familjarë është pak ma ndryshe, je ma e lirë, nuk është se ndoshta e ki një shef në bikry edhe të përcjell të çdo lëvizje që ti e bën,